Po mos, Selin, unë e foli shka Unë kam pse unë të shpjegoj veprimet e mia të cilat në momentin që janë kryer kanë qenë komplet me qëllime jo të tilla. Kupton, nuk kam nevojë unë pse të shpjegoj veten time, pse do të shpjegoj unë çfarë shoh me syt. Pse nuk e thuçit mohabet Selin? Pse nuk e thuçit mohabet? Çto, pse s'ma thën me fillim? Çto që thash? Po Gimbo, unë pse duhet shpjegoj unë që syt i ka kriju i madh Zot me pa, lëvizin në një dhomë ku është plot me njerëz, edhe kapet vetëm momenti që shofa që shkojnë te ai. Pse duhet shpjegoj një veprim që nuk e ndej veten, për ta shpjeguar sepse nuk e kam bërë, pse duhet unë shpjegoj një veprim që po ma ngjeshni vet ju sikur unë e kam bërë. Po ma ngjeshni, mos e bëu me këtë. Po jo njësoj është. Njësoj mund si ka. Po njësoj vallaj. Po një nëse si ka. Njësoj, unë erdha dje më diskutu me ty, ti më the mua, ti duke kërcyer mua pe atë. Kupton ti? Si duhet ndjem unë? Unë jam si këta tash apo? Po njësoj. Momenti që diçka mos nuk i pëlqen që diçka që diçka mos si këta apo? A qysh? Jo, të njëjtin koment, unë ta jap Juela, të njëjtin koment edhe ti. Ku çfarë niveli më vonë krahasu me Juelën? Çfarë niveli më vonë? Po çfarë niveli jam marr? Ç'ke është? Çfarë niveli më vonë tu krahasu me Zhelana në përshpër? Po tani ç'të them unë tani, edhe nisoj po mua si gjithë tjerë. Jo. Po vallai. Nuk jam tut ul unë. Nisoj. Ti të m'akuzosh mua për një gjë që unë duhet ta shpjegoj që unë nuk e kam bërë si ti. Jo, Gimbo, mua mos më vej mua në situata të sikletshme. E unë që po vjen në situata të sikletshme. Mendoj tani çfarë bëra unë, si duhet ta shpjegoj, kur nuk kam nevojë unë të shpjegoj fare për një gjë që s'kam bërë me atë qëllim. Unë apo vjen në situata të plotësh. Mua nuk më intereson. Unë nuk erdha ty me të thënë. Jo, nuk më intereson në aspektin që nuk erdha unë ty me të thënë që ku di unë, tani se s'di as çfarë të them, kupton? Pse s'bëj kurrë? S'bën kurrë, okay.